Përshëndetje, unë jam Artur Jaku nga fshati Mallkuç i Fshuris. Me dokumentarin tim amator Gomarën e Brak, në cilin unë jam regjisor, scenarist dhe kam idenë time, dua t'ju rrëfej problemet e jetës në fshatin tim. لما ده الفند هدي الفند شطيت هي شطول متسير Ky është liçeni artificial I lidhur në Shqipëri. Me këtë ujë, ujisin pushat e dosë dhe kafas. Kurse na ndjehemi të izoluar. Dhe madje kur ka shira, dhe moshë ky liçeni në gamar, delet, 10 sipra, dhe kalojmë nga brek në brek tjetër. Ne kemi edhe probleme tjera. Nuk kemi ambulancë dhe për një gjilpar në dalim një larg. Kosh për fëmijë nuk ka dhe fëmijët e fillojnë klasën e parë nga zero. Shkolla fillore është vjetër. Ndërsa shkolla e mesme është 4 kilometra larg. Probleme tjera, çka kemi ne? Ne s'kemi rrugë. Dhe këtu devish ndihma është të mëshme. Është e bllokuar nga balta. Për ujë është problem se në verë dalim me gomar 2 kilometra larg, 3 kilometra larg. Dhe kur vej për vota. Ne po Spanjol. Çfarë kemi kërkuar ne gjithmonë nga ky shtet? Pakin një rrugë me çakull, një ambulancë, I ka për fëmijë, edhe shkollën të veçantë që më rregullu.